bet, kampionatin kombëtar debatit. Ky është edicioni 9 që organizata Liburnetik zbaton përmes mbështetjes së aktorëve kryesor që janë Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe AMSHC. Përmes tyre ne kemi vazhduar traditën e debateve në 9 vite dhe kur themi 9 vite janë shumë. Sot ndodhemi në Kavaj, nuk e dia kemi qenë herë tjetër për të bërë një debat, për trajnime mbaj mend që kemi qenë. Dhe dua të falenderoj padyshim shkollën që na ka mirëpritur, Aleksandër Mojsiu, e cila do të përfaqësohet nga skuadra që ndodhet në krahun tim të majt, dhe dua një duar tërkitje. Dhe mysafirëve që kanë ardhur nga Rogozhina, shkolla Gjiqehaj, një duar tërkitje edhe për ta. Ja u thash dhe pak më përpara, ju përfaqësoni shkollën tuaj, përfaqësoni një brez saktuar të vendit nga i cili vini. Ndaj duam që të dëgjojmë sot një debat sa më kualitativ, sa më të mirë, duke ju përmbajtur padyshim formatit edhe rregullave që ka ky format. Përndryshe do të ishim në një tjetër kontekst, siç është konteksti televiziv edhe që nuk është shembulli më i mirë për tu trajtuar. Kështu që duam të shohim një debat të mirë, të rinj, që sigurisht kanë një bagazh të caktuar dhe ne nuk pretendojmë që të kemi nivele të larta sikurse mund të kenë më të rriturit. Pra, mundoni që të jeni sa më të përqendruar dhe të keni një debat bukur me njëri tjetrin, duke ju drejtuar njëri tjetrit dhe duke pasur një lidhje logjike të caktuar, duke përdorur të gjithë elementet që ka formati i ri debate. Në krahun tim të majt është Eliverta Muçe, e cila do të vlerësoj sot debatin, pjesë e organizatës Liburnetik, prej 9 vitesh pjesë e trupës së gjykatësve, nga ana tjetër është Eugena Gjoka, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, dhe për ata që nuk më njohin, unë jam Kreshnik Lako, drejtuesi i organizatës Liburnetik. Prej 9 vitesh bëjmë këtë kampionat kaq të bukur, këtë format i cili ka në qendër të tij pikërisht zhvillimin e mendimit kritik. Dhe ne prandaj kemi ardhur që t'ju japim juve disa element nxitës që ju të mendoni përtej një opinioni apo përtej gjykimeve që mund të ketë gjithsecili. Ju sot vendoseni në role të caktuara për të mbrojtur një temë sikurse është ekonomia e qarkulluese kundrejt ekonomisë lineare, cili model është më realist në botën moderne. Ajo çfarë do të zbulojmë tani është pikërisht qëndrimi pro ose kundër, ndaj meqense na kanë ardhur mysafir shkolla Gjiqehaj do të zgjedhë në debatin e parë dhe pastaj në debatin e dytë do të keni ju të drejtën e zgjedhjes për sa i takon qëndrimit. E zbulojmë tani dhe e tregojmë nga kamera. E hapim dhe tjetrën në mënyrë që t'jemi sa më transparent. Pro do t'jetë shkolla Gjiqehaj nga Rogozhina, kundër do t'jetë Aleksandër Mojsiu në debatin e parë. Pra, shkolla Gjiqehaj do t'jetë pro ekonomisë qarkulluese, kundër do t'jetë shkolla e Aleksandër Mojsiut. Jemi të qartë për sa i takon qëndrimit? Po, i ndryshojmë. Po, do t'ja u jap unë kohën. Tani që mos bëjmë zhurmë, unë do t'ju sugjeroja që mos lëvizim shumë nga vendet ku jemi ulur, sepse nuk ka as hapësirë.
Nderuar juri dhe debatues, përshëndetje. Unë jam Besara Hyka, nxënëse gjimnaz Haxhi Xehaj. Do doja ta nisë këtë debat duke thënë se ekonomia qarkulluese nuk është më një zgjedhje etike, por është një domosdoshmëri. Është një model i cila kthen ndotjen, mbetjet në pasuri. Duke bazuar në statistikat të United Nations dhe fondacionit të Ellen MacArthur, ky paraqitet si një nga modeli më efikas dhe më qëndrueshëm për shekullin e 21. Po ashtu, sipas fondacionit të Ellen MacArthur, kalimi nga ekonomia lineare në atë qarkulluese do të gjeneronte deri në 1.8 trilion euro përfitime neto për Europën deri në vitin 2030. Do doja të sjellë gjithashtu një shembull aktual të botës. Siç e dim, bota ndodhet në gjendje lufte, në tensione gjeopolitike dhe në kriza ekonomike. Dhe në këtë rast vetëm ekonomia qarkulluese do të hyjë në punë dhe do të na ndihmonte të dilim nga këto situata. Dhe në këtë rast mund të themi se ekonomia qarkulluese na ndihmon që këto importe që janë pothuajse të pamundura të ndihmojmë dhe të i gjejmë brenda në vendin tonë. Po ashtu ekonomia qarkulluese parandalon dhe lufta dhe tensionet gjeopolitike midis njëra tjetrës. Dhe si përfundim kisha një pyetje, nëse mundem ta bëj. Si mund të quhet realist një model i cili kërkon nxjerrjen e burimeve, ndërkohë që shumica prej tyre po humben dhe po shkatrohen, po zhduken? Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Casey Shea, sot si pjesë e grupit të pro në këtë debat.
ne bërmë idenë se sistemi ekonomia lineare është modeli më realist në botën moderne. Edhe unë ta vazhdoja me një pyetje kundër përgjigje kësaj që ti sapo the. Mendoni ju se mund ndryshojë një sistem ekonomik global i ndërtuar prej dekadash vetëm në disa vite? Pra, sipas nesh, edhe pse ekonomia qarkulluese është e dëshirueshme, aspiratat që ajo të realizohet në një kohë të shkurtër janë shumë të ulta. Pra, ne duke flasim edhe për aktualitetin, pra atë çka ne shohim sot këtu në Shqipëri apo në vendet e botës, vende përreth, por edhe në të gjithë botën, pra. Duke u bazuar edhe në status quo, ne mund të shikojmë se tregjet dhe gjithë infrastruktura është ndërtuar mbi linearitetin. Pra, duke nisur që nga fabrikat, zinxhirët e furnizimit, deri tek mënyra se si ne prodhojmë, konsumojmë dhe në fund deri tek mënyra se si ne shkojmë dhe i hedhim mbetjet, pra në këtë lloj qasje që ne i bëjmë ekonomisë, mund të shikojmë mjaft mirë se lineariteti është ajo çka ne përkrajmë më së shumti dhe zgjedhim të bëjmë edhe në përditshmërinë tonë. Për të ndryshuar nga lineariteti në atë qarkullues, do të kërkonte një kohë mjaft të gjatë, gjë çka nuk është praktike dhe aktuale për ditët e sotme. Përshëndetje, unë jam Aleksandra Progmi dhe e vlerësoj shumë argumentin tënd dhe doja ta nisja me një. Ekonomia qarkulluese nuk është thjesht një ide mjedisore, por është një risi ekonomike dhe duke u bazuar në faktet e nxjerra nga World Bank tregon se 2 milion ton mbetjesh prodhohen në vit. Dhe gjithashtu doja të thoja, kjo shifër pritet të rritet ndjeshëm. Nga ana tjetër, ekonomia qarkulluese gjeneron rreth 4.7 trilion dollar. Pra, nuk po flasim për sakrificë, po flasim për fitim. Ekonomia në një mënyrë apo në një tjetër mund të themi se ekonomia lineare hedh në kosh parat, ndërsa ekonomia qarkulluese i mban ato në qarkullim. Pyetja nuk është çfarë funksionon sot, por edhe se çfarë do të funksionojë nesër. Dhe një burim me prodhimin e pakufizuar, a mund të jetë realiste në një botë me kufi? Pra, kjo nuk është sakrificë, por një problem i shtyrë për më vonë. Jam shumë dakord me parafolsen time, por që gjithmonë monedha ka dy anë. Që do të thotë, kalimi nga ekonomia lineare në atë qarkulluese kërkon një kohë shumë të madhe fillestare, gjë që jemi gjithë në koshient që është një problem real për Shqipërinë. Impjantet e riciklimit, sistemet e ndarjes së mbeturinave apo edhe infrastruktura e re kërkon një kosto goxha të madhe që shumë bashki në vendin tonë nuk i kanë. Për më tepër, rezultatet nuk janë të shpejta, pra ne do të presim një afat më të gjatë kohor për të parë rezultate konkrete, pra fitime konkrete, ajo çka ti sapo më the. Në fundit ne jetojmë edhe në një vend që siç e dim, shohim në përlajme, gjithmonë urgjencat vënë para. Pra, ne shohim më shumë që kushtohet fokus te infrastrukturat e reja që po ndërtohen, për shembull, shkolla, arsimi, shëndetësia, gjë që e bën më të vështirë për t'u vënë një fokus kësaj lloj kostoje, pra për të kaluar tek ekonomia. Prandaj mund të them dhe gjithë jemi koshient që modeli më praktik dhe aktual për Shqipërinë është modeli linear. Faleminderit. Përshëndetje, unë shumë Damiano dhe sot do t'ju tregoj se pse ekonomia qarkulluese është modeli më realist për botën moderne. Si fillim do duhet të ndaluar sipas diskutimit të World Bank në raportin e quajtur çfarë çmimi dhe mësojmë se ekonomia lineare është përgjegjëse për 2.56 miliard ton mbetje çdo vit. Dhe kjo shifër pritet të arrijë në numrin 3.86 miliard ton mbetje në çdo vit deri në vitin 2050. Në anën tjetër, sipas të njëjtës statistikë, ne mësojmë se nëse do të ishte ekonomia qarkulluese në vend të ekonomisë lineare, këto shifra do të uleshin 50 deri në 70%. Pra, nga 2.56 miliard ton mbetje për çdo vit, ne do të kishim vetëm 1.02 miliard ton mbetje për çdo vit, që do të ishte një ulje e pastë me 1 miliard dhe gjys ton mbetje më pak. Gjithashtu do duhet të kapja një pikë shumë të rëndësishme siç është shëndeti jonë. Sipas këtyre studimeve të World Bank dhe Ellen MacArthur Foundation, ne mësojmë se ekonomia lineare është përgjegjëse për 55% të emetimit të dioksidit të karbonit. Kurse në anën tjetër, nëse do të ishte ekonomia qarkulluese në vend të saj, këto shifra do të uleshin me deri në 39% më pak. Gjithashtu, kur ndaj një njëjti studim ne mësojmë se 90% e produkteve nga ekonomia lineare përdoren vetëm një herë dhe ato pastaj hidhen, pra do të mbush nga filet plot e plot me produkte të përdorura vetëm. Përshëndetje, unë jam Sergio Shuli dhe do të tregoj pse ekonomia lineare është më mirë fillt. Shqipëria ka pasur një mungesë një ekonomie qarkulluese, prandaj ajo nuk ka një plan të saktë të ndërthuar ndërinstitucional. Ekonomia lineare është më e përdorura sot më sot. Pa një plan të mirë fillt, mundësia për integritim në BE dështon. Shqipëria duhet të punojë më shumë me ndërthurjen e një ideje të saktë, të qartë dhe konkrete që shanset e integritimit të rriten, po ashtu dhe përqindja e riciklimit në Shqipëri. Ne shikojmë që në Shqipëri kemi një përqindje të lartë të mbeturinave të hedhura, por asnjë nuk e ve
pamjen tek riciklimi. Të gjithë shqiptarët ose çdo shqiptar shikon tek sytë të tjerët ose më saktë ata shikojnë të tjerët tek mbeturinat dhe nuk mendojnë për një plan riciklimi të mirëfillt. Dhe po të njëjtën gjë bën edhe shteti jon. Këtë unë mendoj se ata kanë shumë gabim këtu dhe duhet që patjetër të ndërthuar një plan të qartë dhe të mirëfillt, linear, që edhe ne të kemi një mundësi interretimi dhe një rritje të përqindjes të riciklimit. Përshëndetje, unë jam Kesi Rusa dhe së pari duhet të citoj se ne nuk po flasim vetëm për Shqipërinë, por po flasim për të gjithë botën. Ekonomia qarkulluese ul kostën e menaxhimit të mbetjeve, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, pra. Kjo vërtetohet nga studimet e re ekonomi në vitin 2025, ku në Mbretërinë e Bashkuar nga 7 pound shkojnë në rreth mbi 100 pound kosta e menaxhimit të mbetjeve. Gjithashtu, modeli qarkullues, sipas statistikave të World Economic Forum, mund të rrisë prodhimin bruto të brendshëm të Europës në rreth 1.8 trilion euro deri në vitin 2030. E të hapë rreth 700.000 vendet pune në sektor të ndryshëm si riciklimi apo ripërdorimi. Pas këtyre argumenteve, si mund të thoni ju se ekonomia lineare është më realiste? E vlerësoj shumë argumentin tënd, tingëllon kaq burr kur e thua, por mendoj se ajo që duhet i kushtojmë me të vërtetë rëndësi është praktika, është zbatueshmëria në Shqipëri. Nuk mund të flasim për vende që janë shumë të zhvilluar, por flasim për Shqipërinë dhe Shqipëria praktike ka treguar se tranzicioni drejt këtyre modeleve që me të vërtetë janë moderne, me të vërtetë janë përfituese, sjellin diçka, sjellin një rëndësi, por kanë treguar që kanë rreziqe shumë të larta dështimi dhe një kosto të konsiderueshme. Rasti më i mirë është rasti i incineratorëve, që ndodhi dhe ky rast u kthye në debat shumë të madh publik. Pati shumë mungesë transparence, pati një mos funksionim pra të këtij procesi dhe ajo çoi në diçka që u kthye më tepër në diçka publike sesa zgjidhje një problem aktual. Por edhe fakti pra kur ti thua që kjo ekonomi është shumë fit and proof, unë mendoj se ne duhet të shikojmë praktikën, sa e zbatueshme është dhe në vend që të propozojmë një zgjidhje, ne më tepër me vendosjen e ekonomie të tillë do të sjellim një problem. Pra është e rëndësishme që të kuptojmë që institucionet tona nuk janë të gatshme, nuk janë akoma gati, nuk janë aq të forta për vendosjen e ekonomie të tillë. Sado mangësi që ka ekonomia lineare është më e praktueshme dhe është më ka më shumë zbatim në vendin tonë. Faleminderit. Unë jam Florida Dana dhe do të flas për ekonominë qarkulluese dhe geopolitikat e saj. Sipas Chatham House 2021 The Geopolitics of Circular Economy, ekonomia qarkulluese është garanci për sovranitetin industrial dhe mbrojtjen e mjedisit të një vendi. Në një klim të përshëndrueshme ku produktet si minerale, si për shembull litiumi, furnizohen nga pak aktorë geopolitik të jashtëm, gjëja më mirë, zgjidhja më mirë është aplikimi i ekonomisë qarkulluese. Ekonomia qarkulluese jo vetëm minimizon zhurmët ekologjike dhe sipas Migration of Climate Change ul me 45% emetimet e karbonit, por ajo krijon një sistem ekonomik të pavarur dhe vetë mjaftues, ku është e pamundur të bie prej shantazheve të jashtme e ndërprerjes së zinxhireve të furnizimit. Një pyetje kam për grupin tjetër. Në një botë ku tensionet gjeopolitike janë në rritje dhe burimet natyrore janë në paksim, si mund ta quajmë ekonominë lineare modelin të sigurt, kur ajo e lë ekonominë e një vendi në duart e furnizuesve të jashtëm dhe paqëndrueshmërisë së tregjive globale? Përshëndetje. I respektoj dhe jam dakord me argumentet e juaja, por dua të shtoj edhe diçka tjetër, që vëllimi politik dhe kapaciteti institucionale janë pengesa reale. Mand të informacioneve që të jemi informuar, zbatimet kërkojnë stimuj, ndalime, si taksa, kontrollime dhe plane afatgjate, sepse këto masa ndihmojnë në rregullimin e tregut dhe për arritjen e objektivës. Nëse këto masa nuk zbatohen ose zbatohen lehtë, nga modeli më realist bëhet linear. Pra, nuk mund të arrijmë rezultatet dëshiruara në mënyrë objektive. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Ledisa Tërbumit dhe do të dëgjova me kujdes argumentin tuaj, por a nuk mendoni se këto informacione që ne jemi të informuar po i dëgjojmë çdo ditë, si do arrini ju të vini në praktikë këto informacione siç po thoni, nëse burimet nuk janë për herë nuk do jenë të mjaftueshme çdo kohë. Siç e dim, burimet tona natyrore nuk janë të pashtershme. Dhe kjo provon se ekonomia lineare nuk është e qëndrueshme për një afat të gjatë, sepse ajo bazohet në përdorimin e vazhdueshëm të këtyre burimeve, të cilat janë të kufizuara. Dhe ajo prodhon sasi të mëdha mbetjesh, si që përmendëm, dhe do doja të përmendja se bazuar të statistikat e studimeve të OECD-s, përdorimi i këtyre materialeve të burimeve është rrëfishuar që nga vitet 1970, duke shkaktuar kjo rritjen e presionit mbi burimet natyrore. Kjo na tregon
shumë qartë se ky model jo vetëm dëmton mjedisin, por rrezikon edhe shtërimin e burimeve natyrore, siç përmenda. Pra, si mund të mbështetemi ne te ky model kur ai po shkatron jo vetëm burimet natyrore, por le të themi të gjithë realitetin. Përshëndetje, unë jam Darli Dibra. Desha t'i bëj një pyetje dy gocave që janë këtu në mes. Pse po bëhet lufta në Iran, mendoni ju? Lufta në Iran po bëhet për shkak se bota varet nga ekonomia lineare, nuk varet nga ekonomia qarkulluese që thoni ju. Për shkak se këto prodhime që kemi ne, këto produkte, nuk mund të riciklohen më tepër se 2-3 herë, 4 herë. Për shembull, letra nuk mund të riciklohet më tepër. Do të përdoret një herë si letër, një herë druri do të përdoret për banka. Plastika po ashtu. Gjithashtu në për ushqime ne nuk mund të përdorim plastik të riciklueshme për shkak se ka rreziqe të shumta. Pse politika thotë që neve duhet luftojmë për resurset edhe jo për të krijuar diçka në lidhje me riciklimin? Pse? Atëherë, përshëndetje, jam Besarda Hoxha dhe doja të rikujtoja që këtu jemi për debat dhe nuk është nevoja ta kthejmë kaq subjektive. Dhe sipas të dhënave u riktheve shumë subjektiv. Sipas të dhënave nga edhe Mark Foundation, 100 milion ton hidhen sot dhe më pak se 10% kthehen në një cikël. Sot ne nuk duhet të harrojmë që jetojmë në vitin 2026 në një botë të zhvillimit teknologjik. Ekonomia lineare, përveç se po na dëmton mjedisin, po na lë edhe pak teknologji. Ekonomia qarkulluese sot quhet Internet of Waste. Sot nevojën për materiale që ne hedhim çdo ditë në kosh. Me anë të mikroçipave ne mund të gjumojmë çdo grim zbakër dhe litiumin. Gjithashtu nuk duhet të harruar dhe shembulli i aluminit. Riciklimi i aluminit kursen në 90% të energjisë që do harxohet për prodhimin e produkteve të reja. Pra, si mund ta thoni ju që quhet efektiv një model ekonomik që u mbep 90% të materialeve që përdor? Jo çdo material apo produkt mund të mbyllet në një cikël me zero humbje. Pas indikojnë disa faktorë, si prodhimet kompozite, të cilat janë prodhime të përbëra nga disa materiale, të cilat janë të vështira për t'u ndarë. Ndotja e prodhimeve, të cilat dëmtojnë riciklimin, si dhe degradimi i materialeve, ku një material pasi është ricikluar shumë i humbet vetit e tij. Gjithashtu, mungesa e teknologjisë në vende të ndryshme bën që përpunimi i tyre të mos jetë i saktë. Këto faktorë së bashku bëjnë që mbyllja e ciklit të plot me zero humbje të jetë jo realiste në zbatueshmëri. Atëherë, përshëndetje. Debatuesit përballë nesh theksuan se modeli linear është më realist, por në të vërtetë si mund të jetë realist një model që sipas Forumit Global Ekonomik konsiston se bota sot përdor gati 1.75 herë më shumë burime natyrore në vit se ç'mund të përdoret më shumë se ç'mund të rigjenerojë natyra sot. Për këtë arsye ekonomia lineare nuk shikohet si burim realist dhe inovativ, por si një burim shtërues që nuk do të sjellë dëme, që do të sjellë shumë dëme për të ardhmen, si në aspektin ekonomik ashtu dhe në atë mjedisor. Si thot dhe Ellen MacArthur, inovacioni është të rishpikësh gjithçka, duke përdorur mbetjen dhe gjithashtu duke përdorur mbetjen si burim ushqimi për ciklin pasardhës. Sipas Bankës Botërore, ekonomia qarkulluese rezulton sipas të dhënave të emotoj mbetjet globale deri në 45% për një periudhë kohe disa vjeçare. Kjo është shumë inovatore. Konsiston se modeli qarkulluese nuk është thjesht një ide që mbetet në plan të dytë. Ekonomia qarkulluese është një model që synon rimodelimin e dizajnit përmes inovacionit. Faleminderit. Atëherë, unë jam Romina Hoxha, e respektoj vendimin e palës tjetër, nuk duhet lejmë pa përmendur që ekonomia qarkulluese përveç se po e shkatron dhe po e dëmton vendin tonë dhe gjithë botën, duke e sjell diçka ose një mbetje të caktuar në faza si ripërdorim, riciklim. Dhe kjo gjë e dëmton sistemin ton linear. Pra unë mendoj që ekonomia lineare është modeli më i qëndrueshëm dhe më efikas në botën moderne. Kjo sepse edhe kur ne si konsumator përpiqemi të riciklojmë, çdo gjë ka një kufi, pra mund të kthehet disa herë, por jo vazhdimisht. Pra mendoj që ekonomia lineare mbetet modeli më realist në botën moderne. Kemi mbaruar. Tet ndërhyrja, a folëm të gjithë? Jo, këto mund t'i vazhdojmë mbasi të kemi mbaruar debatin.
e tham që në fillim që duhet të respektojmë disa rregulla. Mirë, unë betëm i surprizuar, përgatitja ishte shumë e mirë nga dyja skuadrat, kështu që meqense nuk e thash në fillim, dua të falenderoj mësuesit që kanë punuar me ju. E meritoj një duart orkidea për. Dhe pa humbur kohë, do të vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Debati do të zhvillohet midis Senatës dhe Caseyt. Për sa i takon njërës prej temave që do ta zgjedh vetë. Nuk po e shoh. Okej. Shumë e thjeshtë. Përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri 17 vjeç është i justifikuar. Pra po e lexoj edhe një herë, përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri në 17 vjeç është i justifikuar. Nuk po flasim për të mos e lejuar përdorimin, por po flasim nëse është i justifikuar apo jo, pra a mund, a duhet, cilat janë rreziqet, cilat janë të mirat apo ku ta diun se çfarë këto do i trajtoni ju të dyja. Vajzat, zgjedhim tani edhe qëndrimin për të kuptuar se cilat do të jenë pro dhe cilët do të jenë kundër. Pro do të jetë Casey, po, dhe kundër do të jetë Enada. Faleminderit, i kthejmë. Shumë faleminderit. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Është e qartë tema?
Përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri 17 vjeç është i justifikuar. Do të filloj Casey, që mban qëndrimin pro, dhe do të vazhdoj pastaj Enata që mban qëndrimin kundër. Nëse mund t'ju jap një këshill, mos i ezauroni të gjithë argumentat që në ndërhyrjen e parë, sepse nuk do keni të shpartoni pastaj 3 ndërhyrje të tjera, janë 2 minuta. Pra shfrytëzojeni kohën edhe argumentat në mënyrën më inteligjente të mundshme. Suksese. Atëherë, përsa i përket temës përdorimit telefonave celular për grup moshën 15 deri 17 vjeç është apo jo justifikuar, unë mendoj që është plotësisht justifikuar. Po marr një rast konkret, rastin tim. Unë telefonin tim të parë kam marrë në klasë të 8. Dhe për të bërë një ndryshim apo një dallim para dhe pas telefonit, sjellja ime për sa i përket gjërave që duhet dim si të sillen, domethënë ka qenë po e njëjtë. Pra, telefonin nuk mund të them se ka qenë gjë tjetër veç se një ndihmë për sa i përket komunikimit me shoqërinë, me familjen, një burim informacioni për shumë detyra, për shumë projekte, një mjet informimi për çfarë do lloj gjëje, sepse ne shohim se për shembull edhe këtu ku jemi, informimi për këtë re-debate dhe për çdo gjë tjetër na jepet nëpërmjet telefonit. Çdo lloj informacioni që ne mund të kemi marrë paraprakisht apo çdo lloj gjëje që ne kemi një farë bagazhi, mund ta kemi parë në internet, mund na ketë ardhur nëpërmjet telefonit. Pra shikojmë gjithmonë këtë aspektin e mirë që sot në botën e teknologjisë ku çdo gjë po përparon nëpërmjet këtij aspekti, edhe vetë ne jemi të prirur për t'ju qasur gjithmonë pasi si një telefoni dhe normalisht nëse dim ta përdorim atë ashtu siç duhet, çdo lloj sjellje e mundshme për sa i përket telefonit është e justifikuar. Për të thënë kjo, nëse do përmendja edhe këtë që si mund mos jetë justifikuar kur nëse një person i kësaj moshe, pra një adoleshent i moshës nga 15 deri 17 vjeç, është i aftë për të bërë një punë part-time, si mos jetë i aftë për të mbajtur një telefon për ta përdorur ato siç duhet dhe për të patur një lloj limiti kur vjen puna tek si e përdor telefonin. Ishte argumenti. Atëherë, përshëndetje përsëri. Unë e vlerësoj shumë argumentin dhe mendimin tënd në të njëjtën kohë, por dua të ndalem pak që për sa i përket grup moshës 15 deri 17 vjeç, puna part-time nuk do të ishte e lejuar pasi janë akoma minoren në radhë të parë. Dhe së dyti, unë mendoj që është plotësisht e vërtet që teknologjia, shpikjet teknologjike kanë përparuar shumë dhe në të njëjtën kohë kanë ndihmuar fëmijët, sidomos, sepse ne e dimë që brezi ku jetojmë dhe sidomos brezi jon, janë gjithmonë përdorues të këtyre mjeteve dhe çdo ditë e më tepër janë në inovacion, në rritje e zhvillim duke mësuar gjëra të reja. Por sigurisht, sipas një studimi real i bërë nga organizata kundër krimit kibernetik në vendin tonë, sepse kemi qenë gjithmonë në dyshime në lidhje me këto gjëra, sepse gjithmonë ka ndikuar negativisht një pjesë e digitalitetit për nxënësit sidomos në shkolla, rezulton se sulmet kibernetike godasin pikërisht grup moshën 15 deri 17 vjeç. Kjo ndodh për arsye se ndikimi i digitalitetit të dhënave e palejueshme kanë akses sot kudo dhe vjedhja të dhënave, hapja e faqeve të rreme, duke në të njëjtën kohë minimizuar këto gjëra kaq negative, bëjnë që vetë organizata të tilla të jenë dakord për pjesën që të merren pak masa paraprake ose thjesht të bëhet më i minimizuar përdorimi i këtyre mjeteve digjitale në ndihmë të vetë nxënësve të vetë kësaj grup moshe, por gjithashtu dhe në ndihmë shoqërisë, sepse e ardhmja është shoqëria jonë, jemi ne. Dhe gjithashtu dua të drejtoj një pyetje. Kur në ditët e sotme sulmet kibernetike janë shtuar shumë dhe vjedhja e të dhënave është bërë zakon i ditës, si mund t'i mbrojmë dhe si mund t'i mbajmë fëmijët të mbrojtur, përësisht këtë grup mosh pa marrë disa masa caktuara, qoftë edhe thjesht për të minimalizuar këto dëme ose që prirën të ndodhë. E kuptoj këtë që ti do të thuash, por që kjo pjesa e sulmeve kibernetike nuk prek vetëm grup moshën 15 deri 17 vjeç, i prek të gjithë. Që do thotë që nëse ne do gjenim një zgjidhje efikase për këtë, për t'i bllokuar komplet të sulme kibernetike, mos përdori askush telefonin, pra mos ecim me këtë zhvillimin që po ndodh sot se telefonat dhe çdo mjet digital fund ditës zhvillimin synojmë. Pra ndalojmë këtu ku jemi, të lëm telefonat pas dore dhe të vazhdojmë të kthehemi mbrapsht në kohë. Unë asnjëherë nuk e citova që nuk do ketë kontroll. Pra gjithmonë do të ketë kontroll nga prindi për këtë grup moshë, sepse janë akoma minorën dhe normalisht ka nevojë për një mbikëqyrje sipër. Që do thotë që nëse se edhe vetë ne arrim që të ndërgjegjësohemi dhe të jemi të kujdesshëm tek ku shpërndajmë dhënat tona, të jemi të trajnuar mirë për ditur të dallojmë, domethënë se kush janë ato faqet e rreme apo çfarë duhet bëjmë ne për të qenë të sigurt në rrjet.
atëherë edhe ne do arrijmë që të kemi sistemin një mburoj për sa i përket këtyre sulmeve kibernetike dhe në fund ditës të vazhdojmë edhe ne të përdorim telefonin për atë që na duhet, sepse diçka që është e pashmangshme, thjesht duhet të dimë si të mbrojmë dhe ta përballojmë në mënyrën e duhur. Dhe gjithmonë nëse do shikojmë anën negative gjës ku nuk do ecim përpara, pra të mundohemi të shikojmë pak më gjërat e mira, domethënë ato të mira që marrim nga telefoni, sesa po të ndodhte kjo, po të ndodhte ajo, sepse rrisit gjithmonë do të ndodhin dhe janë të pashmangshme. Thjesht të dimë si t'i përballojmë dhe të vazhdojmë t'i përdorim gjërat ashtu siç duhet, ta përdorim telefonin ashtu siç duhet dhe me mbikëqyrjen e duhur nga prindrit dhe më të rriturit. Është e vërtet që për të minimizuar këto situata dhe këto gjëra negative për ne, për brezin ton, sidomos dhe edhe për shoqërinë më pas, ne duhet marrim masa, por në momentin që këto masa nuk po merren, si mund të prirën ose si mund të ndodhi kjo e mirë, ky parandalim, do thoja. Kemi raste konkrete të moshatarëve tanë që kanë rënë viktima prej këtyre sulmeve kibernetike, qoftë edhe për një bullizim të bërë në rrjetet sociale. Pra, kjo gjë nuk është thjesht masë disiplinore, duhet merren masa sepse në fund të ditës kibernetika, mënyra se si evolon dhe mënyra si e përdorin sot të rinjt celularin, por jo vetëm, ka rezultuar se psikologjia e tyre ndikohet shumë më lehtë se të rriturit, siç e përmend edhe ti që the që janë të prekshëm të gjithë, jo vetëm fëmijët. Po këto janë brezi më i delikatshëm. Fëmijët janë ata të cilët bien prej më lehtë, mund të preken më kollaj dhe janë po ato indimidues me veten e tyre. Janë indimidues përballë prindit, përballë shokëve, mësuesve dhe kanë të vështirë të shprehen. Pikërisht për këtë arsye, dhe duke ditur të gjithë rastet konkrete, siç është rasti Martin Sanait në 2024, ku ra viktim për shkak të një bisede, do thoja, në rrjetet sociale që u përfol dhe lindi në konflikte sipër më pas. Edhe kjo gjë pikërisht ishte diçka që na tronditi, na shokoi të gjithëve, por duhet theksuar që për të marrë më të mirën prej këtyre rrjeteve, fillimisht ne duhet të dimë ku t'i përdorim dhe pikërisht duhet merren masa. Jo vetëm minimizuese për problemin, por edhe disiplinore, sepse këto gjëra janë me të vërtetë të dëmshme dhe të rrezikshme për komunitetin, shoqërinë, sepse çfarë shembulli po japim botës. Atëherë për rastin e Martin Samait, sepse dhe unë doja ta cekja. E para, prindrit e tij kanë dalë dhe kanë bërë një deklaratë që nuk është faji TikTokut apo i rrjeteve sociale për rastin që u bë Martinit. Pra nuk ishte ky qëllimi pse ndodhi kjo situatë, por megjithatë u mor masa dhe TikToku u mbyll për një vit apo për 12 muaj. Gjatë këtyre 12 muajve, ai që donte ta shkarkonte TikTokun, përsëri gjeti mënyrën dhe e bëri dhe përsëri domethënë pati një gjë të tillë. Ne nuk po flasim për rastet kur vetë ne duhet jemi të ndërgjegjshëm dhe duhet kemi dikën në kontroll, që ta shikojë që ne këto gjëra mos t'i bëjmë. Kupton? Pra vetë ne do ta kemi tek mendja jonë dhe tek ndërgjegjja jonë, që të jemi të kujdesshëm në gjërat që ne bëjmë në telefon, në gjërat që ne komunikojmë në telefon, pra të zgjedhim të marrim ato të mira dhe jo anën e keqe. Sepse tash edhe një herë, rasti konkret për shembull, nëse u mor masa që u hoq TikToku, përsëri të rinjtë gjeten një mënyrë ashtu siç e gjejnë për çdo gjë tjetër. Nëse dikush insistonte diçka, do arrijë një pikë që do ta realizojë. Puna është sa, domethënë ne vetë do ta kemi atë ndërgjegjen tonë dhe atë kujdesin që t'i përdorim me kujdes telefonat. Edhe ju vetë besoj se me sa pashte lisprezenca, gjithë ishin 15 deri 17 vjeç apo jo? Dhe besoj gjithë keni telefona. Si mendoni ju vetë për shembull? A nuk është justifikueshme të kesh një telefon këtë moshë? A nuk ju ndihmon apo më shumë po ju cënon pasja një telefoni? Sipas jush, domethënë, për veten tuaj. Mund të vazhdosh, po edhe grupi nëse ka. Atëherë faleminderit përsëri për argumentin tënd. Unë dua ta nis me një fakt të thoja, ku sipas Physical Education tregon gjithashtu se përdorimi i telefonave celular tek fëmijët sjell ndryshime në mënyrën e të zhvilluarit tek fëmijët. Se ti e citove dhe preke pak pjesën që ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm, por ne vetë në një moshë e tillë nuk e di se çfarë e paraprin ose nuk është se merr masa dhe e di se çfarë do të ndodhi në rast se përdor ose hyn në një faqe ku merr të dhëna që as ai vetë, domethënë individi, fëmia në këtë rast i kësaj moshe, nuk e di se me çfarë po njihet, me çfarë të dhënash, informacionesh po merr nga ajo faqe. Dhe pikërisht tu qëndron problemi, se ne nuk jemi ata që duhet të mbrohemi ose të mbrohemi vetë,
por duhet merren masa që të na mbrojnë nga këto të këqija. Gjithashtu dua të citoj pak ose më saktë të theksoj edhe problemet shëndetësore që lë përdorimi i tepërt i celularit tek fëmijët. Në ditët e sotme kemi parë që shumë debate, shumë diskutime që bëhen lidhur me shëndetin njëkohësisht mendor, por gjithashtu dhe atë fizik të fëmijëve. Kjo grup mosh është një fazë rritje, do thoja, sepse është pikërisht mosha e pubertetit dhe gjatë kësaj moshe dhe vetë fëmijët nuk është se nuk e parandjejnë ose nuk e di se çfarë mund të ndodhi. Duke qenë se ato marrin informacione diku tjetër, pra siç është në interneti, siç është pajisja celular, etj. E kam thënë dhe e theksoj shpesh që shpesh ndonjëherë mbyllen aty dhe distancohen disi nga shoqëria. Por të distancohesh nga shoqëria nuk do thotë thjesht që ti po distancohesh nga shoku, nga mësuesi, nga prindi dhe po bën një pajisje digjitale shok. Në të njëjtën kohë, përveç kësaj, ajo tregon edhe atë keqësinë që ndodh. Atëherë, si fillim, po flasim për moshën 15-17 vjeçare, duke menduar që janë shumë të papjekur apo nuk din marrë një vendim për veten e tyre, se jemi duke trajtuar në mënyrë të tillë, por që në të vërtetë është një grup moshe e cila në fund ditës don dhe bën. Pra, për çdo gjë ka kapacitet të mendoj, sepse nëse ne vetë jemi të afshëm me një prokur nga prindit, arrim të lëvizim jashtë shtetit, domethënë të shkojmë larg e më larg, besoj që jemi të aftë mjaftueshëm që dim përdorim edhe një telefon. Ti the që na distancon nga shoqëria. Unë për vetë telefonin e përdor për të komunikuar me shoqet, për shembull, në shumë raste, ku do takohemi, çfarë do bëjmë, çfarë detyra kemi sot. Pra, jo gjithmonë është kjo ideja që na distancon apo na mbyll në atë botën virtuale. Shumë raste ne marrim informacione të duhura nga telefoni, mund të shohim dokumentar, mund të shohim filma, video ndërgjegjësuese, marrim lajme direkte, pra, se edhe këto lajme për shembull që shohim televizor apo në telefon, gjitha nga kjo mënyrë na vjen, nuk është se vjen dikush dhe na i komunikon. Janë gjëra këto që ne edhe na bëjnë më të formuar nga ana mendore, edhe na përgatisin për aktualitetin, por janë gjëra që edhe në fund ditës na ndihmojnë vetë ne si të rinj, 15-17 vjeçar, që përparojmë përpara, pra të kemi një gjë që na ndihmon për të komunikuar me njëri tjetrin. Kështu që mendoj që telefoni është kompletësisht i justifikuar. Është e vërtet që telefoni, pajisjet celulare digjitale na ndihmojnë në zhvillim, por një e vërtet tjetër e hidhur është që është zëvendësuar libri për kësaj pajisjeje. Sot ne edhe në bankat e shkollës shikojmë që fëmijët nuk janë më të interesuar drejt dijes. Atyre i mjafton telefoni të njihen me problemet aty dhe për ta mbase me të vërtet që mund të jetë argëtues, mund të ketë një uri për shembull që se ka plot aplikacione si është Duolingo për shembull, ose që i stërvisin fëmijët dhe i rrisin atyre atë, si thua, kapacitetin aftësive për të menduar në logjikë etj. Por duhet të theksojmë që në të vërtet dija nuk është vetëm pajisje celulare. Ai është një burim. Ekzistojnë me të vërtet pafundësi burimesh të tjera. Ne për shumë gjëra diskutime, dua të marr rast konkret të ChatGPT-s, e kemi bërë sot shokun më real, aty i gjithshëm për gjithçka dhe është e vërtetë që ka ndihmuar shumë. Por në të njëjtën kohë ne si thua, po distancohemi pak nga realiteti, po ndahemi nga ajo e vërteta ku me të vërtet jetojmë, sepse të pyesësh chatin për një recetë mjekësore, pa shkuar ti të bësh vizitë tek mjeku dhe pa marr ilaçe të farmaci, atëherë kjo me të vërtet tregon nga ana edhe vetë nga ana digjitale se ky burim po bëhet me të vërtet, si thua, inovator për kapacitetin e të gjithëve dhe bëhet aty. Ne jemi aty për chatin. Domethënë, jo për veten tonë, jo për realitetin dhe nëse vazhdon kështu, breza do të edukohen në një formë të tillë. Teknologjia ka limite, çdo gjë ka limite në jetë. Por unë mendoj që duhet merren pikërisht masa për këtë pjesë dhe për përdorimin e celularit, pikërisht në këtë grup mosh, sepse sipas dhe të gjithë të dhënave kështu thotë, domethënë thuhet që janë mosha më delikate, që priret të mendojnë më pak ose thjesht bien preca gjërave që duhet marr masa. Mirë, faleminderit dyja vajzave. Ne tani do të mblidhemi, do të bëjmë vlerësimin dhe do t'ju japim pikët pas pak. Mirë.
faleminderit për mikpritjen. Ishte një nga Jo. mjediset me një energji të Kam se t'bësh. jashtëzakonshme. Faleminderit shumë të dy skuadrave për debatin dinamik dhe shumë energjik. Do ndalem specifikisht në ato që unë kam shënuar gjatë gjithë gjykimit të debatit. Shkolla Aleksandër Mojsiu kishte argumenta të qartë, kishte një vëmendje ndaj njëri tjetrit dhe kolegëve përballë, kishte vetbesim dhe një kontroll shumë të qartë të emocioneve, sidomos në nivel grupi, në debatin e parë pra. Ndërsa shkolla Haxhi Qehaj kishte argumenta të qarta, po deri diku përsëritës në 2 herë, në 2 debatues. Ajo që unë vlerësoj tek shkolla ishte një sintoni shumë e qartë grupi, mirë po deri diku një fjalor disi problematik, shpeshherë jo shtjellues deri në fund, dhe vlerësoj po ashtu kontrollin e emocioneve në nivel grupi. Ndërsa në nivel lideri mund të them që është e kuptueshme, po deri diku emocionet nuk u menaxhuan nga të dy gocat, shpeshherë kishim fjalim totalisht subjektiv, argumentet pa qarta dhe kjo vlen për të dyja. Megjithatë, duke qenë se nuk jemi në fazën e një skualifikimi, por në fazën e grumbullimit të pikëve, uroj dhe shpresoj që t'ju shoh edhe në fazat e tjera dhe shpresoj që të keni mbledhur pikët e mjaftueshme që të shihemi në Tiranë. Ju uroj shumë suksese. Okay. Mirë. Edhe unë duhet ju falenderoj për përgatitjen. Padyshim që mua më vjen mirë në nivel organizatori që kemi një përgatitje dhe një paraqitje të tillë. Sigurisht ato replikat e debatet përgjatë këtij formati, sikurse e theksova edhe në fillim, nuk i preferoj, nuk duhet të ndodhin. Pra nëse neve do të jemi në vazhdimsi edhe tek faza eliminatore, ju lutem përqendrohuni tek formati. Është një nga kriteret e vlerësimit, që do të thotë replika nuk lejohet, nënqeshja, shikimi intimidues, pra deri diku sfidues, të gjitha këto janë disa elemente që nuk lejohen. Vëmendja është kryesore. Nëse ju jeni duke dëgjuar parafolsin dhe jeni duke diskutuar me njëra tjetrën, nuk tham që mos diskutoni, por mos tërhiqni vëmendje, të fillosh dhe të bësh një fjalim midis njëri tjetrit, ndërkohë që është duke folur duke, kjo është mungesë respekti në format. Nga ana tjetër, po, kishte disa përsëritje, kishte disa argumenta shumë të mirë, djali në fund fare nga shkolla e Haxhi Qehajs, është një argument shumë të mirë, diku tjetër kishte më shumë, e tha dhe Eugena, subjektivitet. Tek debati i dytë nuk është se patëm një debat të kënaqshëm sikurse e pristim, tek debati i liderave, pati më shumë në nivel opinioni, mendimi, unë mendoj se është më mirë, ose mendoj që ne jemi të aftë për ta menaxhuar. Kush e tha? Ne jemi të rinj. Domethënë, si mund ta menaxhojmë? Domethënë, këtu duhet të ishte përqendruar në këtë rast argumenti kundër. Pra, si? Mund të ishte një pikë shumë e mirë për të kapur ty në vështirësi. Kupton? Sepse ti the thjesht edhe jemi të aftë për ta menaxhuar, por realiteti ka treguar që të rinjt sot janë ata më të prekurit, më vulnerabël, apo jo? E këtë nuk e mohojmë dot se është fakt që e shohim. Ama kjo, prandaj them që kujdes kur bëni debat, thurni strategjinë, ku do ta kapni. Prandaj duhet jeni të vëmendshëm debat. Se këto janë gjëra që ndoshta mund të duken kaq shumë të thjeshta apo të mirëqëna, sa nuk e kuptojmë që pikërisht këto pikat e mirëqëna ne mund ta kapim në vështirësi kundërshtarin. Kjo është të mendosh strategjikisht edhe të mendosh zgjuar, mençur. Përpos këtyre jam shumë i kënaqur me nivelin e të dyja grupeve, për sa i takon debatet që bët. Rezultati është i mirë deri tani. Pikët nuk e di, do t'i japi Eliverta apo duhet ja u them unë, ose ndoshta do të shtoj diçka. Po. Mirë. Ashtu sikurse për ju ishte e vështirë sepse dëgjuam goxha replika, debate edhe në momentin që ne ishim jashtë, edhe për ne nuk qej thjesht të vendosnim për sa i përket të dyja grupeve. Me thënë të drejtën, më surprizuat,
patëm një argument pro dhe kundër që u hodhën dhe u pasuan me njëri tjetrin duke i përfshirë të gjitha ato elementet bazë si përmban ARE-ja dhe kjo më pëlqeu shumë. Më pëlqeu veçanërisht dhe dua të përgëzoj të dyja zyshat për punën shumë të mirë që keni bërë sot, relativisht e mirë, dhe sa i përket dhe në nivel grupi dhe në nivel lideri. Unë nuk dua të përsëritem, kolegët e mi i thanë pak a shumë ato pikat ku është shumë e rëndësishme që ju të punoni. Ajo që dua të vë realisht në thelb dhe dua të parashtroj është një punë e mirë e bërë në nivel skuadre. Në nivel liderash kishte përmirësime, është shumë e rëndësishme që momenti që ju diskutoni dhe debatoni të mos jepni vetëm opinionet tuaja personale. Ta bazoni atë mendim dhe ide në disa fakte konkrete, në disa gjëra konkrete që edhe ne na bindin më shumë. Përpos kësaj, nuk dua të vë në shënjesër të dyja gocat që ishin sot lidere. Kjo është një mënyrë e mirë për t'ju thënë të punoni akoma më shumë në nivel grupi për të ndihmuar liderin tuaj që të dali më mirë herës tjetër. Thënë këtë, ju përgëzoj që të dyja skuadrave dhe uroj t'ju shoh në Tiranë. Dhe pikët janë Shkolla Aleksandër Mojsiu 212 pikë dhe Shkolla Agji Qehaj Rogozhin 210 pikë.